vizitonim njërin nga fshatrat e Rahovecit, Kramovikun. 1125 ishte numri i banorëve të këtij fshati sipas regjistrimeve të popullsisë në vitin 2011, ndërsa në vitin 2024 rezident janë 781 banor. Miq të dashur, mirë se po takohemi në edicionin më të ri të emisionit Jeta. Faleminderit që jeni gjithmonë pjesë e jona. Terminin e kemi të njëjtë dhe fshatrat dallojnë. Vendbanimet që ne vizitojnë janë të ndryshme. I kemi nëpër Kosovë aq vende të mrekullueshme, vazhdoj e potencoj në çdo edicion të mundshëm sepse nuk më duhet asnjëherë tepër, të paktën nga përvoja që kemi pasur bashkë me ekipet e terrenit që ti shohim nga afër dhe ti prekim këto vende që me të vërtet meritojnë të kenë jetesë tamam aty, edhe pse kemi përmend disa raste që kanë qenë vështirësitë ndoshta në aspektin e kushteve që nuk janë përmbushur sa duhet për ata banorë, edhe kjo ka detyruar të largohen. Por megjithatë, sot jemi në situatë pak më ndryshe, të paktën në krahasim me vite më parë. Sot jemi në Kramovik të Rahovecit, të kësaj komune që ndoshta kemi bërë vizitë pak më rrallë, por megjithatë ju e dini adresën e emisionit jeta.ktv. Mjafton që të na shkruani aty dhe të na tregoni për fshatrat e juaja, për mrekullitë që ju i keni në atë vend ku jetoni, sepse ka tradita dhe ka mënyrë jetese ndryshe nga çdo vendbanim i Kosovës. Do të jemi këtu bashkë edhe me një mërgjimtar i cili e viziton Kramovikun, fshatin e tij lindjes shumë shpesh. Po përveç kësaj, pa diskutim, besin e disa pika të tjera për t'i vizituar, siç janë banorët më të moshuar të fshatit, të cilët sigurisht që kanë çka të rrëfejnë për historinë, për mënyrën e jetuarit në Kramovik, edhe diferencat atëherë me sot. Vazhdoni që ndroni deri në fund, unë po afrohem te shkolla e fshatit sepse jemi këtu në pikën më të lartë për momentin në Kramovik dhe po dëgjoj gjallërinë nga nxënësit të cilët po i shoh. Sa numër ka, sa jetojnë këtu e krejt këto do t'i kuptojmë përmes këtij edicioni, ju shoqëroni deri në fund. Kjo pra është edhe shkolla e fshatit siç po e shihni shikues të dashur, Mustaf Ibishi në Kramovik të Rahovecit. Këto momente drejtori nuk është për shkak të disa obligimeve që ai i paska dhe kemi kontaktu. Megjithatë, me mësimdhënësit që u takuam na treguan që ky objekt që ju po e shihni, që është shkollë e vitit 2018 e ndërtuar, ndërkaq më parë ka qenë një pozicion tjetër në pikën e fshatit këtu, në vitin 2013 e më herët. Ndërkaq ajo që duhet me përmend është që cikli klasor më së shumti numrin e ka pas në 23 nxënës, ndërkaq 13-14 është numri më i ulët i ciklit të klasëve 1-5 sa është aktual edhe nga mësimdhënësit që na tregoi këtu. Nga kjo pjesë, me qenë se territori nuk është brenda, ne mund të gjirojmë vetëm pamjet për të treguar edhe nxënësit teksa po e shijojnë edhe lëndën e edukatës fizike në këto momente që ne po i shohim, e pastaj po shpërngulemi tek pjesët e tjera të fshatit, duke shkuar të taku pikërisht mërgjimtarin që vazhdon edhe jep gjallëri fshatit edhe përmes veprimtarive të tij të shumta që kanë të bëjnë me letërsinë. Por fillimisht i ndjekim këto pamje dhe kthehemi pastaj. Nisëshim tani drejt lagjeve të Kramovikut, atje ku do të takonim njërin nga mërgjimtarët e këtij fshati. Lidhjen që e ka me fshatin ku lindi e dëshmon me vizitat e shpeshta që ai i ia bën çdo herë Kramovikut. Miq të dashur, tashmë jemi tek shtëpia e zotit Hysem Berisha, që ju tregova është mërgjimtar, po e mira është që vendin e tij nuk e harron. Ai është këtu përballë meje, unë shtëpinë e tij vetë e kam mësuar tashmë, edhe po e përshëndes. Faleminderit shumë zotit Hysem. Mirë se të kemi gjetë, tash po të përshëndes edhe para kamerës edhe një herë. Mirë se vini në Kramovik. Kënaqësi shumë të vim këtë vend që unë po e vizitoj për herë të parë, edhe pas ka një lloj gjallërie ndryshe nga vendet tjera ku shkojmë që pak po shohim banor fatkeqësisht. Është një realitet i jithtë, por një pjesë e madhe e bashkëqytetarëve të mi këtu kanë marrë botën në sy. Mbi 30% e shtëpive në fshat janë të sprasta. Por nuk ka shtëpi që nuk e ka një mërgjimtar jashtë, në botën e jashtë. Jetohet ma shumë prej mërgjimtarëve, jam edhe vetë mërgjimtar, por megjithatë ka do familje që me veprimtaritë e tyre përpiqen të bëjnë ndalesa që mos dalin në botën e jashtë.
Sidomos ju që jetoni vetë aty, e dini ndoshta edhe jepni këshilla të vazhdueshme. Këtë pjesë vetë sa për fillim, se naftove këtu në shtëpinë tënde, edhe po besoj që kemi shumë çka për mendo bashkë, apo jo? Mirë se vini. Mirë se ju gjejmë, faleminderit shumë. Që na bëri konak në shtëpinë e tij dhe të tillë me të vërtetë i kemi jo vetëm mërgjimtarët, por edhe banorët tonë rezidentë në secilin vend që shkojnë e kanë kështu derën hapur për ne sa herë që i vizitojmë. Edhe menjëherë sapo hyra mu bën përshtypje disa detaje këtu që si ja thash do t'i them, po ja them tash, duke filluar prej librit Lulja në botën e kujtimeve, që momentin e parë që hyra veç më ran sy ai libër, edhe shumë të tjerë autorit cilave është pikërisht zoti Ysen. Po njemi pak edhe me këtë pjesën e shkrimit, pse jo, përveç si mërgjimtare, mandej tregojmë edhe për jetesën në mes dy shteteve, Norvegji e Kosovë, vendlindjen tënde. Po, unë jam e lindur 1956 këtu në Kramavik. Familjarisht jemi kemi qenë të prindjekur me mbretën, me Titën, me Miloševićin. Kështu që në vitin 1990, posa kisha filluar punën mësues gjuhësëmtare në fshatin Qifllak, u prishën problemet aty, dolën problemet të reja që u desh të largohem në mënyrë demonstrative nga mësimi, për shkaqe politike, pastaj pasoj edhe një gjykat, pastaj u detyrova në 90 të largohem nga vendlindja dhe prej vitit 1990 jam në Norvegji gjithkohën, në 2 qytetet ndryshme. Atje u mora me profesionin tem. Në Norvegji mësimi i gjuhës amtare është bërë në 2 rafshe. Një rafsh ka qenë atë që e ka pagu shteti, ka qenë mësim në për shkolla, që ata i thënë shkolla shtepijake, ose shkolla am, ndërsa një pjesë e madhe në për qytetet mëdha është organizuar mësimin në për shoqatat për ne shqiptare. Po jo vetëm shqiptarët, edhe nacionalitetet tjera kanë organizuar në një forme private. Këshilli i prindërve ka qenë ai që nuk them që e ka stimulu mësuesin, por e kanë mbajt ato udhëtime, ja kanë paguar shpenzimet e rrugës. Kështu që përpos që u desh të merrem me arsimin, jemi marrë atje edhe me aktivitetet kulturore, por edhe me aktivitetet politike që zyrtarisht ne nuk ishim të drejtë të themi po bëjmë fushat politike, por çdo lëvizje jon atje në kontakt me bashkëqytetarët ka qenë një aktivitet politik. Ndoshta nuk është keq të them që jemi një nga nacionalitetet më të vetëdijshme, më të pastra që merren me këto. Një kohë ishte kur u angazhu një pjesë e madhe e shqiptarëve në ISIS, ka pas edhe nga ne, nga shqiptarët që u morën pjesë atje, një kohë u shtyn me qëllime fetare, dilin me do farë propaganda, po të gjitha këtu kanë rënë prej forme, tash jemi një nga nacionalitetet ma korekte në Norvegji. Po gëzohem shumë për këto, ne kam një lutje tash. Nëse është e mundshme, pra po fës për librin që po e shoh këto, se po e shoh që kanë qendër të librave të tjerë, edhe me bindën që ka një histori pas vetës. A guxoj me të pyet? A mund të më ditë? Po, për Lulja në botën e kujtimeve? që do ta sjell librin. Lulja në botën e kujtimeve është libri im i 11. Lulja është kjo. Kjo në 2021 në dhjetor, kur një javë pas i mbushi 60 vjet e mori Covidi, është bashortja ime. Janë 33 kujtime që kanë shkruar, 30 kujtime janë që kanë shkruar shoqet e saja, konata,
vajzat, po janë edhe 3 moshkuj, unë, një pisaj edhe djalim. Në kushtimet për zemër, a e di që ka qenë kohë shumë e vështirë për shumë njerëz, njëjtë pas ka qenë edhe për juve, por që uroj t'i keni kujtimet më të mira, ashtu siç edhe keni lënë titullin te libri. A mundemi me lexu diçka që ty më shumë ti ndoshta të ka prek, qoftë për historisë të tjerëve, apo vetë ju janë ndoshta edhe më mirë, nëse është e mundur. Se di që këto janë tema tepër të ndihshme, po nesër pas nesër mund të më qenë ndoshta një mesazh shumë i mirë kjo që e ke shkruajt librin për bashkëshortën tënde të ndjerë tashmë, që gjithmonë jeton me ty. Çka të marrë të çka të lexoj këtu? Cilën do që e lexon e ka atë dhimbjen, atë peshën e vet, rëndësinë e vet sigurisht. Po marr një që është më e shkurtër, është kunata e imja dhe e Lules, do më thonë është shoqja vllajt jeton në Prizren, Vezir e Berisha Prizren. Në këtë jetë vim, jetojmë dhe ikim nga këtej. Ato që mbetën janë vetëm kujtimet tona të bukura. Lule, e dashur, ti iken nga kjo jetë para kohë, por pas ke lënë kujtime më të mira. Ishe shembull më i mirë i dashurisë, respektit dhe përkushtimit për familjen dhe të tjerët. Do të kujtojmë gjithmonë me mall dhe krenari, konata dhe të zakja ime Lule. Ishte ma e shkurta kjo që e gjithë. Mërgjimtari i Kramovikut, një bashkëdetar që Kosovës i bën vizita të shpeshta, na shoqëronte për të emoshuara e fshatit. Një mikpritje plot dashamirësi, ajo na dhuroi me ta takuar. Pjesa kështu shumë e dashur për mua është gjithmonë kur i takojmë zonjat e moshuara, po që realisht t'japin shumë energji të mirë, sa herë që i takojmë ato, është zonja Selv, është 86 vjeçare dhe menjëherë sa po hyra këto më bënë përshtypje se po nisem pak për fakt edhe për gjyshen tem, e di që njëjtën dëshire ka pas, edhe madje kur i ka punu të tilla me pundore gjithmonë i ka dhuru. Asnjëherë as ka kërku paro, as hiç, po thjesht e ka bëu prej dëshirës që me i mbajtë nxehtë, se përpara i kam përdorur tepër shumë, dimrat janë konë shumë matron se sa tash, apo zonja Selv, mirë se të kom gjetë. Shumë konë maron, se në pa që maru burrit qarapa, a moth, mës pa që maru burrit qarapa, aja daldath. Një pa që maru thmive qarapa, e një pa që maru thmive aponga, janë moth, mës ju maru qarapa dhe aponga të dathjen mitë. E jo, valla, atëhera konë masa. Une, që tash për qëtë vakt, shqyqur që s'jam me mujtë me dalë. Se unë thomë, shumë thëmije një kumë desht, e që shenë dalë teshet të thmive të mira, i kishë në fik djemë të ble teshat thmive. 86 vjeçare, veç ka që në formë, që ka të ka mbajt me konë ka që mirë, ka që shëndet shumë. Valla, shkam kara mu, zotë më si bjerë kujna. Më ka dek baba, më ka lanë 6 mujve, më ka rritë në ona. Edhe, a bon tash me hek që ta më kuven? Heq më si bëllë. Vish pa të qef më më ngjizu. Faleminderit. Kur bona mu martu, erdha një se mirë betë, për djallë të hasret të tas motra zvlavish, 2 nane baba dhe une. Ishin konë 3 vetë, u bona 4.
Po ma dha Zoti i bana thmi dume. Kur i bana 12 vjetë martesa, 13 vjetë martesa, unë 7 thmi. Burri mos mu. I hupi vedia. A di s'mu të keqë, se jo s'mu të kështu, po s'mu të keqë. Vjehra mu qaru, vjehri m'diq, thminja vëgjel. Me që ta thmi. Se kom zgat dorën kujna mi lyp, veç sham ka pron vetë vlavi, vlazni jam kanë pron. Çka keni hangër për para, se për çta edhe shëndetin që e keni sot, edhe të 6 vjetë, mi thonë dikujt sot, është goqa shumë, edhe ki ka të shnit. Unë e tham, buka kalamojt në ka dhonë këtë shnit. Se buka kalamojt nuk e kalon tensionin me shku në eltë. Asë ka trash gjakin, tane i ka mojt stambil. Me ngjesin, kimi hangësha kimi mujtë. Ku ju më qu me gatu, ku më qitë një kullaq në shpinë të shërepit, e thirsh në vjehrën ku ish. Hajde i nëmë sa pjek kullaqi. E haj shumë ka qatë kullaq, të më një hinë shumë punëve, hajde vjerë. Shka kish nevoj me punu. Për sil kimi hangër buk, djath, lang, ajron. E kimi tonë të pinin. Edhe me qika mirë si ju më kanë në Gjermani, më kanë thonë mës me hangër të ashtë i mirë. I ku më thonë djallit vetë shka duhet me hangër, tha, ku me gjithë tash atëherë që i duhet plakës. Doktori Gjerman tha me tonë të pinin sinanët të tona, e me bon gjizën, e me qatë gjizë me hangër plaka bukën edhe mas me qitë këp gjizës. E tashti nuk pa ka thmi. Kimi bon shpia, pasoni, i kimi nërqa borët. Thmi s'pa shohëm në për ato aborna. Për gjënja, nusë s'pa shohëm në për ato aborna. A mas dite dilë shumë i këqyr shumë nusët në për aborna që shpa dalin dveshne. Se mas dite i kimi në runa teshet. Teshet të sabahit që kimi majtë. Edhe thmi vlojshin thminja. Tashti janë maru shpijet stambele në të natë, të knjaqët syni, të knjaqët shpirti. Pa a zemër në vaj, kur të këthesh sofën 3 vetë, 4 vetë. Dikon 3-4, dikon 2, shumica me 2, burë rëgu. Ata sa të janë burë rëgu betë, po kur të jetë janë i pa janin, shka me bëhaj me detë.